Mirëmbrëma, në fakt të gjithë, u shokuam nga biseda që Dolce e bëri me Edin. Dolce foli për rrugtimin e saj në Grande Fratello, që e quajti veten pak si të mërzitur atje, ndërsa pyetjet e Edit ishin se kur kthehesh këtu, kur vjen në Kosovë dhe tregoi që Dolce po I mungon tepër. Në fakt unë shoh nga ana e Edit një lloj sinqeriteti në dashurinë që ka me Dolcen, por sonte pash edhe një shkëlqim në sy nga ana e Dolces. Tani Dolce I tha Oltës që zemrën e kam atje dhe Edit I tha amore, si mendoni ju? Tani unë dua t'ju drejtoj një pyetje. Pastaj nesër do ta analizojmë më shumë këtë marrëdhënie. Ka dashuri mes Dolces edhe mes Edit?